Kryetari i Bashkësisë Islame të Kosovës, Muftiu Naim Turnava me bashkëpunëtor priti në takim drejtorin e përgjithshëm të Fondacionit Marif, Mehmet Nedim Aslan, me të cilin biseduan për vazhdimin e bashkëpunimit ndërmjet dy institucioneve. Muftiu Turnava vlerësoi lart kontributin e Fondacionit Marif dhe theksoi rëndësinë e partneritetit të ndërsjellë për zhvillimin e arsimit. Ai gjithashtu shprehu gatishmërinë për të mbështetur çdo iniciativë të ardhshme që synon forcimin e bashkëpunimit dhe krijimin e mundësive më të mira arsimore për të rinjt. Nga ana e tij, drejtori i Fondacionit Marif falenderoi Muftiun Turnava për pritjen dhe mbështetjen e vazhdueshme, duke theksuar rëndësinë e marrëdhënieve të mira dhe bashkëpunimit të frytshëm ndërmjet dy institucioneve. Në fund të takimit, u nënshkrua një marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Bashkësisë Islame të Kosovës dhe Fondacionit Marif, e cila do t'ju ofrojë të rinjve mundësi të reja dhe cilësore në arsimim.